Ghetto Gjizi ka lansuar këngën e tij më të re me titull Baba, një projekt që ka ngjallur reagime të ndryshme nga publiku. Disa e kanë pritur me entuziazëm, ndërsa të tjerët nuk kanë nguruar të shprehin pak kënaqësi për atë që po e konsiderojnë si një dështim total. Një pjesë e komentuesve janë shprehur të zhgënjur me këtë këngë, duke thënë se nuk ishte asgjë jashtëzakonshme dhe se kishin pritur më shumë. Nuk është diçka wow, prita më shumë, shkrua një nga komentuesit. Një tjetër ka shkruar, inshallah nuk e ki krejt albumin si kjo, se dështim total. Ka kaluar koha e baba mama, ndroje lapsin pak. Në anën tjetër ka pasur edhe mbështetje të fortë për Ghetto Gjizin dhe stilin e tij të veçantë. Disa fansa theksojnë se repi pa getin është si peshku pa detin, duke e konsideruar atë një emër të paevitueshëm në industrinë e repit dhe muzikës shqiptare. Gjithashtu ka pasur edhe komente që vlerësojnë identitetin që ai ka krijuar me emrin Ghetto Arselimi, duke theksuar se ai meriton respekt për gjithçka që ka arritur. Vetëm ata që marrin vesh e kuptojnë këtë, s'është për fëmijë. Historia vet është Ghetto Arselimi. Meriton respekt çka do që bjen, e qysh e bjen. Megjithatë, ai vazhdon të jetë një nga emrat më të njohur dhe më të pëlqyer në skenën muzikore shqiptare.